Nga investigimi i emisionit Plug rezultoi se në datën 4 gusht 25, vetëm 20 ditë pas hyrjes në fuqi të VKM-s, themelohet shoqëria Timac Defense. Pra, sipas përcaktimeve ligjore, brenda 20 ditëve janë kryer procedurat e mëposhtme. Hyn në fuqi VKM që krijon kuadrin ligjor për krijimin e një shoqërie. Merret vendimi nga Asambleja e Kajos për të krijuar një shoqëri të tillë. Hapet dhe mbyllet procedura konkurruese nga Kajo ose nëse ka pasur ofertë nga subjekti privat. Autorizohet Ardi Veliu për ngritjen e grupit të negocimit. Negociohet dhe përmbyllen me sukses si dhe firmoset marrëveshje e bashkëpunimit. Pra shihet qartë se kjo VKM ishte thjesht hapja e rrugës për një pazar të përcaktuar më parë dhe kjo kuptohet kur analizojmë shoqërinë Timac. E për më tepër, është e pamjaftueshme që brenda 20 ditëve të ideohet, projektohet, analizohet dhe konkretizohet një marrëveshje e tillë, e aq më shumë për të parë interesat e